Mirë, ne do të fokusohemi në të tjera zhvillime pasi ka vjojnë hetimet përsa i përket atentatit që ndodhi në Rinas. Një person u shoqërua mbrëmjen e djeshme nga policia, por i cili është liruar më pas. Marrim më shumë detaje nëpërmjet kolegut Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, vjojnë hetimet, por cilat janë deri tani pistat dhe dyshimet e autoriteteve dhe a është bërë ekspertiza edhe anëve që u gjetë në shtëpinë apo banesën e Ylli Zallës? Po në Ertil, përshëndetje, vjon të jetë një mister. Ngjarja pra ndodhur një muaj më parë pranë rreth rrotullimit të Rinasit, janë kryer veprime të shumta hetimore nga hetuesit e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, por duket se edhe deri tani pra jemi pothuajse në pikën zero sa i përket zbardhjes së ngjarjes në tërësi. Gjatë mbrëmjes së djeshme ka qenë një 35 vjeçar i cili është shoqëruar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës për të marrë në pyetje, por burime pranë bluve bëjnë me dije se ai është liruar pra pas deklaratave. Në fakt bëhet fjalë për një të ri i cili e ka banesën krejt në afërsi pra të vendit ku është shkrumbuar pra makina Toyota e autorëve në fshatin Halil. Ai është shprehur para grupit hetimor se nuk ka asnjë dieni në lidhje me ngjarjen e rëndë dhe po ashtu nuk ka parë pra persona të tjerë të cilët kanë qenë duke lëvizur në afërsi të vendit të ngjarjes, pasi në momentet që makina është djegur, sipas tij nuk ka qenë në banesë dhe pranë vendit të ngjarjes. Të paktën kjo më pas është edhe verifikuar nga ana e policisë dhe në kushte të tilla është lënë i lirë. Por jo më kot dyshimet kanë qenë pra tek ky personazh, pasi policia e ka verifikuar që ai më herët ka qenë i dënuar për vjedhje me dhunë dhe mbi këto dyshime në mungesë edhe të provave të tjera ka provuar fatin për ta marrë në pyetje dhe për të tentuar për të mësuar ndonjë gjë në lidhje edhe me ngjarjen. Nga ana tjetër, për shkak se nuk është një rezultat i plot pra nga ana e hetimeve, është detyruar pra ta lërë të lirë, por patjetër pritet të mbahet në vëzhgime dhe në vijim në mënyrë që të bindet në mënyrë të plot pra policia që personi në fjalë nuk ka lidhje me ngjarjen e rëndë. Ndërkohë ka tashmë një rezultat të plot sa i përket ekspertizës së armëve të cilat janë gjetur brenda automjetit tip Toyota të autorëve i cili u shkrumbua pra në fshatin Halil dhe nuk kanë lidhje me armët që janë gjetur pak më vonë pra në fshatin Zall, ku më pas u shpall në kërkime dhe një tjetër person. Sigurisht në Ertil, nga ajo çfarë është verifikuar pra nga ana e policisë, armët po ashtu që janë përdorur në krim gjatë atentatit në Rinas nuk janë përdorur edhe më herët pra në ngjarje të tjera kriminale, çfarë në tërësi e vështirëson hetimin e grupit hetimor pra në lidhje me ngjarjen. Duket se ka akoma pritje sa i përket kthim përgjigjeve nga ana e disa shteteve europiane në lidhje me kërkesat për informacion që janë dërguar për lëvizjet dhe udhëtimet pra që ka kryer gjatë muajve të fundit Gilba Dodani, por deri më tani kur ka kaluar tashmë gati një muaj nuk ka akoma një kthim përgjigje. Në mesin e shteteve patjetër që është Spanja, e cila në të cilën pra ka qenë ditën e fundit duke u kthyer nga Barcelona Gilba Dodani dhe miku i tij Muçi Shaliani Sheqeri pra që mbetën të dy të vdekur në atentat, njëri prej të cilëve disa ditë më vonë për shkak të plagëve të marra në pjesën e kokës të plumbave që pra që e kishin kapur. Pra, praktikisht në Ertil jemi përballë një hetimi i cili akoma nuk është se ka zbardhur diçka, por hetuesit janë përgjithsisht të përqendruar në mungesë të provave, në marrjen e personave të ndryshëm që mund të kenë lidhje me ngjarjen në pyetje dhe që patjetër të shkojnë drejt një zbardhje, edhe pse duket të jetë relativisht shumë e vështirë. Faleminderit Sokol për të gjitha këto informacione. Nëse do të ketë të tjera zhvillime, me njerë do të lidhemi së bashku. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.